lejon askush ta bllokoj Kosovën për dallim prej organizmave tjerë ku ne jemi bllokuar vazhdimisht qoftë për shkak të Rusisë, qoftë për shkak të Serbisë. Dhe kjo tregon një vlerësim jashtëzakonisht të madh. E ngrit Kosovën në një nivel shumë të lartë në arenën ndërkombëtare se sa që kemi qenë deri më tani. Kështu që shpresoj shumë që edhe diskutimet tona që do t'i kemi në Amerikë të shkojnë mirë dhe të ecim përpara në thellimin e këtij partneriteti. Zona Presidente, më lejo ta shfrytëzoj këtë moment për të pyetur afërsinë me presidentin amerikan Donald Trump, atë komunikimin që nuk e kanë kapur mikrofonat, por gjithsesi me kamera shihej aty. Çfarë thoshte për Kosovën? A ka dieni për Kosovën presidenti Trump, ose çfarë opinioni ka për Kosovën, ose cila është relata kështu personale, se u pa që është nga ato pamje, u pa që është shumë afërt. Natyrisht që presidenti Trump dim për Kosovën, ai flet për Kosovën edhe publikisht në një numër të madh të paraqitjeve të tij publike, ka pasur një rol të jashtëzakonshëm për paqen edhe në rajonin tonë, për çka jemi shumë mirënjohës, dhe dua t'i siguroj qytetarët tanë që çdo bisedë që e kanë pasur deri sot me të ka qenë në të mirë të Kosovës, në interes Kosovës dhe jashtëzakonisht mbështetëse për Republikën tonë dhe për paqen në gjithë rajonin tonë. Unë jam e bindur se nëse punojmë mençur, do të arrijmë shumë çka në bashkëpunimin tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet që vijnë. A mund të ketë kontraefekt tek pjesa e shteteve mike të Bashkimit Evropian? Nuk ka as pak. Ka një lloj përplasje euro-amerikane.